Nuk është një çrregullim si çrregullimet e tjera të neurozhvillimit, ku prindrit thonë, jo e ka, jo nuk e ka, pra hasin me atë mohimin, fazën e mohimit që zgjat shumë dhe mospranimi. Dhe sindroma Down është fakt edhe ajo faktohet nëpërmjet analizës gjenetike dhe prindi, pavarësisht që e kalon fazën e mohimit, mospranimit, vështirësive, dhe është e kuptueshme fillimi sepse nuk e pranon dot, po pra. Sepse neve flasim, po realisht duhet të flasim të vërtetën. Një fëmijë me sindromën Down patjetër që është dashuri, është gëzim, është pafajësi. Pra ata janë individ të vegjël apo të rritur, të cilët nuk e njohin mërzin, nuk e njohin mllefin, nuk e njohin hilen, po themi, të natyrës njerëzore. Por në fakt, në të vërtet, janë individ dhe fëmijë të cilët hasen me shumë sfida. Sfida në zhvillimin fizik, sfida në gjendje shëndetësore të tyre. Shumica e fëmijëve me sindromën Down lindin me probleme shëndetësore kardiake, të sistemit gastrointestinal dhe zhvillimit fizik, pra kanë një tonus të ulët muskular. Çfarë do të thotë që nevoja e një fëmije që lind me sindromën Down është imediate dhe menjëhershme për ndërhyrje të hershme.